Mëshira është prej cilësive të muslimanit. Një burr po ecte i vetëm në shkretëtir, duke udhëtuar për një vend të largët. Moti ishte shumë i nxehtë dhe burri kishte shumë etje. Ai filloi të kërkonte ujë, derisa gjeti një pustë të mbushur me ujë të freskët. Burri zbriti dhe piu ujë dhe më pas falenderoi Allahun e plotfuqishëm dhe filloi të përshkroi rrugën e udhëtimit të tij. Në rrugë, ai gjeti një qen të vogël, duke gulquar nga etja. Burri qëndroi përballë qenit dhe mendoi se si ta ndihmonte këtë qen që të pinte ujë. Kështu, burri u kthye te pusi me qenin dhe filloi t'i mbushte një këpucë të tij me ujë dhe ja ofronte qenit derisa piu dhe e shuajti etjen. Urtësia nga tregimi. Mëshira dhe butësia ndaj kafshëve dhe ndihma ndaj të gjitha qenieve ka një shpërblim të madh tek krijuesi fuqiplot.